Musafiri e emisionit të satëm është Metin Fejzullahu, ish portier i klubit futbollistik të Noci, i cili ka mbrojtur për këtë klub prej vitit 1983 deri në vitin 1985 dhe si nxënës i shkollës së mesme ishte portieri i parë i këtij klubi pas riaktivizimit në vitin 1983. Ai ishte portier i sigurt në zonën e tij dhe me aftësitë të shkëlqyeshme edhe për të mbrojtur penalltit. Zotëriu Fejzullahu thotë se me mburrje dhe krenari ka luajtur për të Nocin. Ai me nostalgji dhe me emocionet e veçanta kujton kohën kur ka djersitur fanelën e klubit të vendlindjes. Edhe pse në mërgim së pari në Zvicër e tani në Gjermani ku jeton me familjen, Metin Fejzullahu gjithnjë interesohet për klubin e tij të vendlindjes dhe për futbollin në përgjithësi në luginën e Preshevës, ndërsa të rinjt i porositej që të punojnë sa më shumë për të arritur majat e suksesit. Shikues të nderuar, përshëndetje. Në emisionin e sotëm kemi musafir një mërgjimtar nga Tërnoci i cili jeton me familjen në Gjermani. Bëhet fjalë për ish portierin e Tërnocit, Metin Fejzullahu. Zotëri Metin, së pari do t'ju pyesim si po kaloni në pushime pasi jeni aktualisht këtu. Po mirë, për zotit mirë që faleminderit. Dhe a mund të na thoni kur keni filluar të luani, respektivisht të mbroni për klubin e Tërnocit? Vitin 1983 kemi fillu, isha nxënës i shkollës mesme atëherë ala. Ashtu që u formu klubi mas do viteve kur u paçpartallua viteve 70. U formu klubi të FK Tërnovci në atë kohë, unë isha nxënës, mbrojsha në shkollë mesme, ashtu që më thërën edhe me mbrojt, kisha rastin edhe fatin me mbrojt për Tërnovci. Pa ju kujtohet atëherë kush ju ftoi apo si erdhën kontaktet? Sa më kujtohet atëherë Faiki u konë si trener edhe Galip Beqiri, si organizues të formimit të klubit. Atëherë Galipin atë kohë ishte si profesor në shkollë mesme, e më pat ftu Galipin të mbroj për Tërnovci. Dhe çfarë kujtoni për atëherë, çfarë kushte keni pasur, çfarë atmosfere keni pasur? Sigurisht jeni njohur edhe me shokët me ish futbollistët. Po jemi njohur, jemi qenë në shkollë bashkë me disa ishin më të vjetër. Kushtet ngrasin me sot shumë të vështira. Para se s'kish me as fush stadioni sa duhet bile. Komuna s'na ofrojke në atë kohë kur gjo, me mundësitë tona. Sa do ku do një stadion me gure pa të mi bo. Para se të mbrojmë, para se të filloje luaje, u dashke me pastru gurt një herë, tani mas ndaj me fillu luajen me luj. Ashtu kushtet vështira ju në konë. Krasi me sotin, mo s'guxojmë i krasu hiq. Dhe e kujtohet ndeshja e parë për shembull, ose në dresat e para kur i morët fanelat e para? Ajo më kujtohet pak, por nuk i djej në konë fanelet e para, në atë kohë na kam paspru pi Zvicrës do dresat Adidasit që mendoj si ka pasas klubi Prishtinës në atë kohë. Ju më konë të mirë, ju më konë loja parë, valla veç, duket se kemi pas fitu me një sukses të madh. Dhe sa kohë keni mbrojtur atëherë për klubin? Për klubin prej 83-ës dikun deri ka 85 kemi mbrojt, në sezon dimnore ku pat mi pushu, tani shkova në gurbet. Do më thonë një 2 vjetë ku më pas mbrojtëm për klubin. Në atë kohë si i ri keni emigruar në Perëndim apo? Po, 85 dikon shkort 85 s'kum pashu për Zvicër. Edhe mo veç kur u kthesha prej Zvicrës në përpushime kështu kur visha që kishke nevoj për portjer mërshin me mbrojtën. Dhe çfarë i mungoj ke më së tepër me kur shkuat nga Tërnoci, nga vendlindja? Po, mungojnë tanat, vendlindja mungon. Shoknia natyrisht. Mirë kur kum shkua që ishim ka të ndarë ma shumë tim në Zvicër në atë kohë. Ka të nditon do me thonë. Po, ashtu vendlindja mungon tanë.
Dhe pasi shkuar në Zvicër, a keni pasur atje kontakte me sportin, me futbollin? Ne kemi pas kontakte me sport, në për turnira shkojshmi, se ishmi një shumicë të fshatit ton, aty për përmendi ishke në atë kohë lujke aktiv Irfan Beqiri në Zvicër, Lukman Beqiri vllavi atina, Burhani Surla, po. Na i thashmi Surla në atë kohë, Burhan se i diu më jam. Po. Ne kemi për turnira më ishmi pjesë. Na për klubat më kështu s'kum pas lujtën. Po pasi jeni mërgjimtar, a përcjellni sportin, futbollin këtë në Lugin për shembull? Po tash po na ofron mundësia Facebooki, interneti, po ka mundësi me përcjellën. Mirë. Me shokni mirë mi vesh. Na përmes internetve, na përmes telefonëve me ish futbollerët. Kemi kontakte. Dhe me thonë keni kontakt dhe shështroni? Po thomë se gati me shumicën. Shoknohemi. Me gjithë se do, po janë Amerike, do, po janë për Zvicere, do, unë vetë në Gjermani, do në për shtetet skandinave, po në përmes internetit po kemi kontakte, po ndëgjohemi, po shifmi, po asim. Dhe se vlerësoni momentalisht futbollin këtu? Këtu ka talenta, po mirë, pun ka pak, për me më rrit dikont në perëndim me lujtën, ka nevoj ma shumë për punë, ma shumë për ushtrime, se vetëm ushtrimet e klubit për në perëndim janë, këtu janë të pakta, kondicioni mungon, sa i kum pa do loja, une, me gjithë se ka talentum, që mujtën me lujtë në për perëndim, në për klubat, ligës partë, ligës ditë, po thëmë, vetë se duhet me punu pak ma tepër. Jo vetëm për treningit sa i ushtrojnë këtu, po duhet vetë me dalën, me ngajtën, si djali i Zirit, Gjelbrim të ipje, Arbnori Fezullau, që kanë dalë me vullnet vjetin, jashtë treningve, jashtë asë, por me më rrit dikon. Pasi që janë atje, sigurisht është edhe një dallim edhe në kushtet. Po kushtet e perëndimit që janë shumë më të mira se sigurisht sipas vendin ku jetojmë na, ja që janë më të mira, në sigurisht shumë më të mira se sa këtu. Jo, marrë tha që keni shkuar në Zvicër, pastaj keni shkuar në Gjermani, po atje jeni marrë me futboll apo keni pas rast? Atje kum pas rast dhe më kom ushtru, po s'disha gjuhë si fillim. Nuk e disha gjuhën, masa ndej kur zona me mësu gjuhën, kur u deshtune me lujtën në atë kohën ligën e pensë, u kohën Gjermani, me një fshat vogël, nuk disha gjuhë, po thëmë, u ktheva erdha në Frankfurt se isha me një katun të vogël, me një qashtu. Erdha në Frankfurt, erdha të miqt, ati të në fillova me lujtë për FC Kosovën e Frankfurtit, dhe ku mbrojtë një 5 vite ku mbrojtë ati për FC Kosovën. Dhe ati sigurisht keni pasur bashkëlojtar, bashkëfutbollës gjithë shqiptare, ka pasur dhe një edhe nga kësaj janë? Jo, të kësaj jonës s'ka pas. Ati u konë, si me thonë, shqiptar. S'ka pas krahasim, aje je shqiptari i Maqedonisë, i Shqipnisë, i Kosovës apo i Serbisë. U konë shqiptar në atë ekip, që ajo konë kryesore. Edhe atje keni mbrojtur apo? Po, ku mbrojt edhe që për FC Kosovën ku mbrojt. Një 2-3 vite edhe ku pas lujtëm për një ekip gjermane. Për një ekip, sidomos që i kanë ka di ekipa, ekipi parë dhe ekipi ditë, në ekipin e parë ku pas mbrojt, në ekipin e ditë ku pas lujtëm, në fushë. Dhe sa shpesh vini këto
Tërmos? Po me siguri në vit 3 herë po. Dhe me thonë dimnit po unë është koha më varet edhe si në lejon puna që se po 3 herë në vit me siguri. Dhe sa jeni aktiva, luani futboll? Tashma jo. Me shoknime asine, po djellave dalë me luim kështu futboll të vogël, apo aktiv futboll më jo. Megjithëse se kum pas shansën si trener me kri shkollën, edhe si refer me kri shkollën, po si nuk ishin shqiptar. Rrethanët nuk ishin. Rrethanët ishin, Gjermanët më patën afru me shumë, ma patën afru edhe shkollën, ma patën pagu edhe si refer, edhe si trener me shku me krihën, s'kisha vullnet. Edhe kohës premtojke, nuk isha kohë, po nuk isha vullnet me shku mas një kohë, mas. Kurse sa i përket futbollit, sportin përgjithësia për cellni? Po. Sportin përgjithësi po futbollin mas i kum lujt vetë, nuk konë aktiv. Futbollin ma shumë. Dhe se vlerësoni rinin atje shqiptare për shembull në Perëndim, sa janë të inkuadruar në sport? Unë po nisna prej veti. Na kemi pas ma shumë disiplinë se sa sot. Edhe sporti ka disiplinën e vetë. Unë i kom ditë gjem, njoni luan futboll, njoni më pak. Shoft krahasimin e atëherit, krahasimin tem me djalin tem, kanë më pak, megjithëse djali jem u koni mirë, ka mujt me mprime futboll shumë. Po disiplina jo, interesi jo fort, tu mendu se me qatë ushtroje arrin dikon, ose s'mujti më arri. Tani kishke edhe lëndime, sende. Po du me thonë se na kemi pas ma shumë disiplinë, megjithëse kushtet i kemi pas shumë atë vështira se ata sot që i kam Perëndim, shumë atë vështira. Po, kur jemi këtu të vitet 83-85, keni mbrojtur ju për Tërnosin, çfarë mund të na ndani ndonjë ndeshje, ndonjë kujtim interesant për shikuesit tonë? Atëre ka qenë qetër kohë, u konë edhe kohë politike të ndryshe, ku na me ndeshje posaçërisht u konë kur në Turkovish kur kemi lujt, ku deshke na pa qetër me fitu. Në atë ku u konë Gjeladin Ahmeti, trener, ku më bëjke me gjysht të ke pa qetër duhesh të mprojsh penalin. Emociones. Dhe ju e mbrojtët atë penaltin? Unë e mbrojta për fat. Për fat e mbrojta penalin tonë. Dhe çfarë ndjenje ka qenë të luash për Tërnosin atë kohë? Ndjenjet kanë qenë Jumbur që ju konë një lojtari FC Tërnovsit në atë kohë, që ke mujt me lujtën. Shumë me vullnet, shumë ka qenë politika në atë kohë, ashtone që me qef, me vullnet kishku me lujtë futbol për një klub shqiptar. Dhe keni pasur edhe për krajin e fshatit? Për krajin e fshatit, po gjithë shqiptarëve, gjithë të rrethinës do me thonë. Unë e kum lujtë në Gjermani me, ku thash, në ligën e 5, nuk ka pas shikus, ju në konë 1.000-2.000 shikus, kurse në Tërnovës ju në konë 10.000 deri 15.000 shikus. Me vullnet ki lujtën. Dhe për fund çfarë porosie keni për të rinjtë e këtë shumë? I kisha thonë me ushtru jashtë për
përveç se treningit, edhe ma tepër se me dalë me ushtruhen, nëse dojnë. Talenta ka, nëse dojnë me arrit dikon, dojnë me ushtru edhe jashtë. Do me thonë jashtë orarit, për çdo ditë me dalë me ushtruhen, për me arrit një kondicion të tash në Perëndim kondicioni e lu një rol shumë të madh. Ma tepër se sa ushtrojnë, se sa punojnë këtu në klub, nëse dojnë me pas fat, me më rrit dikon në Perëndim. Rrethanat dhe kushtet e vështira të kohës kur ka luajtur për Tërnocën me Tim Fejzullahu kanë shtyrë shumë të rinj si ai të emigrojnë në Evropën perëndimore. Për këtë arsye, shumë të rinj me talent për futboll dhe për sporte tjera nuk kanë mundur të arrijnë, por ata kanë arritur që shqiptarët e kësaj ane të grumbullojnë së paku për fundjava, e ata të harrojnë hallet e të përcjellin çdo ndeshje të këtyre djalmoshave, të cilët me krenari e me mburrje kanë mbartur fanelën e klubit të Tërnocit. Thank you.